Sa punëtor keni këtu? Do të jetë diku te 15 veta. Po, sepse linja e prodhimit është e gjithë automatizuar. Si që Me robot në gjitha. robot, po, si që me fjalë. E merr thes poshtë kur i thon aty, mbushet me linja e prodhimit. Tani më thuaj, si kompani shqiptare, si ju kanë pritur këtu? Ne realisht më shumë na njohin për multinacional. Si, po. Në nivel botror. Kompani ndërkombëtare. Po, të paktën këta prodhuesit kryesorë. Po. Na njohin sepse janë dhe shtrirjet në shtete tjera. Për sa i përket Italisë, Italia ka ato ulje ngritjet e veta në opinione, por kryesisht është mirë, nuk nga pritur. Nuk nga presin që kanë atë ka fituar atë reputacionin shqiptar, nuk e kanë marrë pjesë. Po. Tu bëhet paketimi. Kjo është ushqimi. Si gjem paletimin këtu. Paleta mbushet në fund, po ta shohësh, ajo pjesa e sipërme mbledh faset dhe i ul sistemon. Këtu tash fillon direkt ajo. Ne bëjmë gati dhe për të dalë pastaj, mbas 10 porcion, e zgjedh direkt. Sa produkte ka fabrika? Si gam, Si gam. gama është realisht shumë e gjerë, por ne trajtojmë diku te 40-50 produkte. Bazikën e ndërtimit i themi. Por gama është realisht shumë e gjerë. Komplet e automatizuar. Automatizuar tani. Me paletë të zjerë këtuja. Tu ndalon tash. Dhe merr pirunisë e çon. Bushën kryesore apo na atje në fund. Si të shë. Ja. Është vetë aty ti. Komplet në atë. Një sistemon pasët, një kuadron, totalisht linja e prodhimit është automatike e gjitha. Ka një kapacitet mesatar. Nga 50 punonjës, sa janë shqiptarë? Pjesa e shqiptarëve këtu i kemi diku tek 10-12 veta në total. Po mirë, shumë mirë, 25% mirë. Po pra, jo, dëshira ndoshta ishte edhe më e madhe, por për shkak sepse ose pika më e nevojshme është pjesa e shitjes. Kjo është vetëm linjë prodhimi, sepse pjesa e magazinimit, këto çfarë prodhohet, kjo ikën e gjitha në mbas orës 4 fillojnë nga pjesa. Fillon në eksporti. Po, edhe dërgesa. Eksport ose me transportues të jashtëm, sepse funksionojnë shumë me transportues të jashtëm, ka një sistem të mirëfill. Kjo është pjesë magazinimi e vogël për përgatitje. Këtu më tepër trajtojmë linje bojrave. Bojrave, pigmentime, gjëra kështu. Tek kjo pjesa është pak likuide, si shumë mirë. Ky është quhet nanoteknologjik si produkt dhe Ky prodhohet tu apo është nga Shqipëria? Jo, ky është import, made in Albania. Ky është made in Albania dhe vjen shitet tu në Itali. Po, logon e Deutsche Colorit. Po, importon nga fabrikë nga Deutsche Colori në Shqipëri. Po, importon Deutsche Colori atje, sepse është një lloj teknologjie që ne nuk mund ta prodhojmë këtu realisht. E prodhon Deutsche Colori dhe bën sistemin e kapotës, baso spesori, thonë që është me spesor të ulur. Dhe ka një ekvivalencë jashtëzakonshme. Fabrikë shqiptare mund mes të Lombardisë. Prodhime italiane, apo made in Italia, por që pronësia është shqiptare. Patjetër, po. E gjitha. Investimi është i gjithë shqiptare, bler nga një kompani shqiptare që na bën krenar kudo, apo jo? Po, patjetër. Internacionale. Ju përshëndesim nga Bergamo. Mirë, suksese. Mirupafshim. Mirupafshim. Hajde, goshi.